Armir Shahini, i njohur për publikun si Miri, e mbyllë rrugtimin e tij në shtëpinë më të famshme, si një nga emrat më të komentuar të këtij sezoni, duke u renditur i dyti në finalen e madhe. Vetëm pak orë pas përfundimit të spektaklit, artisti ka ndarë reagimin e tij të parë në rrjetet sociale, ku ka zgjedhur të falenderojë të gjithë ata që e mbështetën gjatë gjithë kësaj eksperiencë intensive. Përmes një mesazhi emocional, ai ka përshkruar këtë rrugtim si një sfidë të fortë, por njëkohësisht dhe një përvojë të vyer në aspektin personal dhe artistik. Në publikimin e tij, Miri ka theksuar mirënjohjen për familjarët, miq dhe fanca, duke nënvizuar se përkrahja e tyre ka qenë shtysa kryesore për të përballuar çdo moment brenda shtëpisë. Krahas fjalëve, ai ka ndarë dhe një video me disa nga momentet më të veçanta nga aventura e tij në shtëpinë e famshme, duke rikthyer në vëmendje emocionet dhe dinamikat që shoqëruan gjatë qëndrimit në lojë. Ndërkohë, fituesja e këtij edicioni, Selin Bollati, arriti të marrë çmimin e madh pas një rruge të suksesshme brenda shtëpisë, duke fituar simpatinë dhe votat e publikut. Ju falenderoj nga zemra të gjithë njerëzit e mi të afërt dhe të gjithë fancat për mbështetjen e jashtëzakonshme që më dhat gjatë gjithë këtij rrugtimi plot sfida dhe emocione. Jam thellësisht mirënjohës për këtë eksperiencë të veçantë dhe për dashurinë e pakushtëzuar që më keni falur në çdo moment. Mbështetja juaj ka qenë forca ime më e madhe. Ju mbaj në zemër dhe ju dua pafund. Shkruaj Miri në profilin e tij në Instagram. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.